Për episodin e sotit kemi përzgjedhur që para juve të bëjmë prezantimin e një metode të ndërrimit të mbretreshës së vjetër me një mbretreshë të re. Dhe para se të fillojmë me demonstrimin e kësaj metodologjie, më msheli dilli Kate Saint dhe sem të po. Dale. Atëherë, përshëndetje miq, sot para juve kemi përzgjedhur që për episodin e sotit të prezantojmë një metodë të ndërrimit të mbretreshës së vjetër me një mbretreshë të re. Por para se të filloj me demonstrimin e kësaj metodologjie, unë në emër të ekipit Bletaria Shqip shfrytëzoj rastin që t'ju falenderoj përzemërsisht për mbështetjen e deri tanishme që na keni ofruar neve në kanalin tonë, dhe shpresoj që nuk do të ndaleni ende që të na ndjekni, pasi që në të ardhmen do të kemi edhe video tjera që do të jenë shumë interesante në lidhje me bletarien. Atëherë, pa humbur kohë, ne do të fillojmë edhe demonstrimin e metodës së sotit për ndërrimin e mbretreshës. Urdhoni ta shohmi praktikisht. Përshëndetje, sot para juve do të bëjmë një metodë për zëvendësimin apo ndërrimin e mbretreshës së vjetër. Por para se të fillojmë praktikisht, desha t'i tregoj dhe t'i ceki disa arsye më të theksuara se pse bletarët i ndërrojnë mbretreshat. Një prej arsyeve kryesore është kur mbretresha vjetrohet apo e dobëson pjellshmërinë. Arsyeja tjetër është kur një mbretresh është agresive dhe zëvendësohet me një mbretresh tjetër. Arsyeja tjetër mund të jetë kur mbretresha ka pjellë perfekte, ka pjellë të jashtëzakonshme, por nuk bën sjellje të mjaltit. Kemi edhe kështu lloje të shoqërive. Dhe arsyeja tjetër që mund të jetë ndryshimi i mbretreshave për çdo vit, me qëllim që mos të kemi rojitje. Mbretresha mund të jetë perfekt në pjellje, super e mirë, po parap mund të ndryshojmë mbretreshën, që mos të kemi rojitje. Sot ne do të bëjmë ndryshimin apo zëvendësimin e mbretreshës për arsye të pjellshmërisë. Mbretresha ka 2 vite, kjo është viti i tretë dhe do të shohim konkretisht se çka ka ndodhur me këtë mbretresh të harxhuar. Atëherë vazhdojmë pjesën praktike. Krijojmë hapësirë për t'i kontrolluar kornizat. Do ta kontrollojmë detajisht dhe do të shihni se pse po bëjmë zëvendësimin e kësaj mbretreshe. Korniza e parë, siç e dini gjithmonë, është me ushqim. Të shohim kornizën e dytë çka kemi. Po ashtu edhe korniza e dytë është me ushqim mjalt. Shohim kornizën e tretë. Korniza e tretë, ja, kemi pjellë. Tash është shumë e rëndësishme. Një prej shenjave që mbretresha nuk ka pjellit e mirë është kjo. Shifini, këtu kemi pjellë të mbyllur, këtu pastaj kemi larva më të reja, pastaj kemi larva 1 ditore, 2 ditore dhe kështu është bën një përzierje e pjelljes. Që e shohim edhe anën tjetër. Shifini se si mbretresha bën një laramani në kornizë. Do ta bëjmë edhe një krahasim nga një mbretresh e cila ka pjellje të mirë. Ja, shifin edhe këtu se si mbretresha ka më pjellje. Çdo bletar e din gjendjen e mbretreshës së vet.
Kësaj kosheri kemi bë kontroll para 2 javë dhe thuaj se është e njëjta gjendje, me shumë pak shtim pjellje. Nuk e po mbretreshën, vazhdojmë kornizën e 6. Ja mbretreshën. Fatkeqësisht duhet ta kapim dhe ta vrasim. Shifë se. Një prej momenteve më të dhimbshme të bletarëve është mbytyja e mbretreshës. Kjo është mbretresha. Përshëndetje e fundit me kosherën e saj. Nuk do të bëj para kamerës, kështu që vazhdojmë kornizën e 7. Tashmë kjo shoqëri nuk ka mbretresh. Disa korniza ka bën pjellje të mirë, po shifët se është me pjellje jo të kënaqshme. Do ta bëjmë një krahasim me një mbretresh e cila ka pjellje të rregullt dhe si duhet të jetë pjellja. Ja në këtë shoqëri. Shifini si duhet të jetë një e përfat kemi në mbretreshën këtu. Shifini si çfarë pjellje ka kjo mbretresh. Ta bëjmë një krahasim me kornizën tjetër. Po na kalon mbretreshe. Nga larg nëse mundesh mi kap. A dallohet pjella? Besoj se mjafton. Pra u pa qartë se kjo mbretresh nuk ka pjellje të mirë. Ekzistojnë disa metoda se si bëhet ndrrimi i mbretreshës së vjetër. Secili bletar e ka metodën e vet. Ne do ta bëjmë një metodë të cilën e kemi mësuar nga bletari me përvojë 30 vjeçare, Sadat Rushiti, për të cilën ka pas sukses gati 30 vite, po ashtu edhe në fillimet tona të bletarisë kemi praktikuar atë metodë dhe kemi pas shumë sukses. Si është ajo? Largohet mbretresha e vjetër dhe mbyllet kosherja. Në ditën e parë kemi vetëm një punë të thjeshtë, ta gjejmë mbretreshën dhe ta largojmë. Dhe mbyllim shoqërinë, kaq. Pas 24 orëve, kjo shoqëri brenda 24 orëve do ta kuptoj vetëm se nuk ka mbretresh dhe do të filloj që të krijoj amzor apo çibuk. Pas 24 orëve, mani mbretreshën, që tash vetëm se e kemi marrë, dhe nëse mundesh të afrish kamera. Çdo bletar e di këta, po për bletar fillestar tregojmë se kështu duket një kafas transporti apo për t'i vendosur në shoqëri. Ka pjesët mbyllëse të portës. Ne do të praktikojmë që pas 24 orëve do të vendoset kafezi në shoqëri duke i hap portat. Dhe varësisht nga shoqëria, dikon 24 orë para apo 48 orë, ata do ta konsumojnë ushqimin dhe do ta lëshojnë mbretreshën që të funksionojë në këtë shoqëri. Ka shumë metoda, do ta cekë një metodë se disa bletar në momentin që e mbysin mbretreshën e vjetër, më njëherë vendosin mbretreshën e re, duke mos i hap portat.
Dhe pas 48 orëve, apo 2 ditë, hapim portat. Pse kjo? Kjo sepse 24 orë apo 48 orë janë të mjaftueshme që shoqëria të ambientohet me feromonin e mbretëreshës së re. E përsëris edhe një herë. Marrim mbretëreshën e vjetër, e largojmë, pas 24 orëve vendoset kafezi nërmjet dy kornizave, duke i hap portat. Dhe mbretëresha për 1 apo 2 ditë do ta liroj rrugën e mbretëreshës së re. Këtë pjesë do ta vazhdojmë nesër dhe do të vazhdoj ky epizod deri në procedurën finale, pra ta shohim se si kjo shoqëri do ta pranojë mbretëreshën e re. Deri nesër, mirëmbëçi. Jemi kthyer pas 24 orëve tek kosherja që e kemi larguar mbretëreshën. Sot do të vendoset kafezi me mbretëresh. Por prakisht do të bëjmë një kontroll të kornizave nëse kanë filluar të krijojnë çerdhe të mbretëreshave. Mund t'i shkatërrojmë ose mund t'i lëmë, nuk prish punë. Sepse ashtu, në momentin që del mbretëresha nga kafezi, do t'i shkatërroj të gjitha çerdhet e krijuara. Këtë s'ka nevojë sepse kjo ka ushqim. Edhe kjo është me ushqim. Vazhdojmë me romin tjetër. Ja kemi një çerdhe këtu. Po të zbrasta, janë pa vezë. Edhe një tjetër këtu. Do t'i shkatroj. Një prej shenjave kur një shoqëri nuk ka mbretëreshë, se edhe kjo zhurma nuk e di sa po ndëgjohet në mikrofon, ku gjithë shoqëria me krahët e tyre zhurmojnë. Ja, një çerdhe që dje nuk e kishim, sot e kemi. Shkatrojmë. Kjo është me mjalt, edhe kjo janë me mjalt. Ashtu edhe dy kornizat e tjera janë me mjalt. Kafezin me mbretëreshën e re do ta vendosin ndërmjet këtyre dy kornizave për shkak se këto korniza kanë pjellje të re. Vetëm një kontroll për siguri. Po, këtu kemi pjellje të re dhe në këtë pjesë do ta ngjes kafazin e mbretëreshës së re. Hapi i radhës është ky. Marrim kafazin dhe si që ceka ditën e djeshme se kafezi ka dy porta. Njëra port që mundson daljen e bletave dhe porta tjetër që mundson daljen e mbretëreshës. I hapim të dy portat. Janë këtë formë. Veprimi janë shumë i thjeshtë. Marrim një shkop të hollë apo rrëmojse dhëmbësh dhe e varim mbretëreshën ndërmjet dy kornizave. Disa kafeze nuk kanë vrim për ta varë, mund vetëm ta vendosim ndërmjet dy kornizave dhe ta shtypim me korniza. Pjesa e ushqimit çdo herë vendoset te poshtë. Disa bletar kafezin një pjesë e lynë me mjalt. Ta vendosin vetëm nga lart ta shohmi reagimin e bletës. Se si hetojnë feromonin e mbretëreshës. Ja shifeni se si po shpërndahet feromoni në shoqëri. Në rregull, vazhdojmë.
Janë këtë formë, bëhet vendosja e mbretëreshës së re. I bashkojmë kornizat. Me këtë veprim përfundon edhe kjo metodë e ndrrimit të mbretreshës. Du ta ceki se kjo nuk është metoda e vetme për ta ndrruar mbretreshën e vjetër. Secili bletar ka metodën e tij, por ne çdo herë përdorim këtë metodë sepse është e suksesshme. I dëshirojmë shumë sukses dhe shpresojmë që ta pranoj. Kontrollën e radhës do ta bëjmë pas 5 apo 6 dite. Do të shohim se a e kanë pranu këtë mbretresh kjo shoqëri. Deri atëherë, bashkë mirupafshim. Atëherë të nderuar miq, kemi ardhur pranë Kosherës, 3 ditë pasi kemi hap portat e kafezit, që i bie 4 ditë pasi është vendos kafezi në Koshere. Do të bëjmë kontroll se është pranu kjo mbretresh në këtë shoqëri, edhe pse besoj se 99% duhet të jetë e pranuar. Fillimisht do ta kontrollojmë kafezin. Do të bëjmë një hapësirë. Bleta duket shumë e qetë dhe kjo është një farshenje se mbretresha është brenda në shoqëri e pranuar. Ja. Shifeni se si i kanë hap portat duke ngrënë ushqimin. Kjo pjesa këtu ka qenë për mbretreshën, kurse kjo pjesa këtu ka qenë për bletët punëtore. Tash duhet ta gjejmë mbretreshën të shohim se kemi prezente këtu apo jo. Do të filloj direkt nga kjo kornizë. Sipas gjitha gjasave duhet të jetë në këtë apo në këtë. Nuk e kemi. Po shkak se ka shenjë me ngjyrë të verdhë, do ta dallojmë shpejt. Ja mbretresha. Ja, po na ik, vetëm pak. Ja mbretresha. Prap nga ana tjetër. Ja. Kjo është shenjë që e kanë pranuar. Kjo vetëm se po shihet se kjo metodë që kemi përdorur ne është shumë e suksesshme. Thuaj se asnjëherë nuk kemi pas dështime nga kjo metodë. Nuk do të bëjmë kontroll për çibuk, sepse vetëm sa zgjatet video, nëse ka pas çibuk të krijuar në momentin që ka dalë kjo mbretresh, i ka shkatruar gjithë çibukët. E mbyllim dhe i dëshirojmë shumë suksese kësaj mbretreshe të re, me shpresë që vitin e ardhshëm të na sjellë shumë mjalt. Të nderuar, pra, e pat se kjo metodë funksionon 100%. Me shumë pak dështime, ato raste janë kur kemi një defekt në shoqëri apo kemi pas në një çibuk dhe nuk e kemi vërejt, atëra ka gjasa që mos të funksionojë kjo metodë. Nëse kemi bën ndonjë gabim, ju lutem na këshilloni, në qoftë se keni ndonjë metodë tjetër, atëra ju lutem që ta ndani me ne. Mos harroni na bani subscribe dhe like nëse ju ka pëlqyer kjo video. Shihemi në video tjera. Çdo të mirë për gjithë.